Bujqësia shqiptare është një krizë permanente. Çdo vit produkti bujqësor bie, ndonse paradoksalisht rritet numri i turistëve. Rritja e numrit turistëve në Shqipëri dhe e shpenzimeve të turistëve nuk janë lajm i mirë për bujqin shqiptar, por për bujqin e vendeve tjera të rajonit. Arsyeja është e thjeshtë. Në vendet e tjera, shteti vjedh më pak dhe subvencionon më shumë. Një shtet i korruptuar, një qeveri kaq e korruptuar si kjo e Edi Ramës, ka bërë që sot bujku shqiptar të jetë nga më pak subvencionuarit në Ballkan dhe nga ana tjetër Bashkimi Evropian ka ngrirë për vite të tëra fondet e IPARD-it. Kështu që këta që nën subvencionojnë dhe kur e subvencionojnë bujqësinë, subvencionojnë me mik, kanë bërë përmes korrupsionit që të bllokohen edhe fondet e Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja pse në tregjet tona vetëm 30% e produkteve janë produkte shqiptare, 70% e produkteve bujqësore janë produkte të importuara. Tani nuk kemi as Japonia, as Gjermania që të kemi një industri e shërbime aq zhvilluara, sa që të kemi vetëm kaq pak produkte vendase në tryezat tona. Nga kriza e bujqësisë mund dilet vetëm përmes politikave të reja të guximshme, politikave të ndershme që luftojnë korrupsionin, që luftoj klientelizmin në shpërndarjen e subvencioneve dhe që vendosin nivelin e subvencionit të bujkut shqiptar të krahasueshëm me bujqit e vendeve tjera të rajonit.